Kush ma shumë se na meriton pagën e 13. Derisa kërkesa për ngritje të pagave është e kahmatshme. Paga nuk është ngrit. Në gjithë sektorin publik e kemi pa një rritje të pagës edhe në korrekt, por jo edhe për punëtorët e Kekut. Thanë që kësaj radhe nuk po mundmi, po javjapëm një bonus. E pranuam, por u dakorduam që në fund vetë të ndodhë kjo. Në fund vetë nuk po ndodhë asgjë. Deri mbrëm kemi negociuar dhe jemi takuar me bordin dhe menaxhmentin e Kekut. Nuk afruan asgjë. Arsyeja është e thjeshtë. Keq planifikimi i tyne, performanca e dobt e tyne, nuk është faj i këtyre punëtorëve që sot e shprejnë pakratësi këto. Kështu që për këta ne kërkojmë nivelizim të pagas krahas të gjithë punëtorëve të Kekut. Ne sot jemi këto, duke dëgjuar premtime për gjithë sektorin publik, që paguhen nga taksa paguesit e Kosovës, që paguhen nga djersa jonë, që marrin pagën e 13. E mos t'i jap punëtorit Kekut pagën e 13, është ma shumë se e turpshme. Po që ne vetë jena para kallapshit punëtorët, na për momentin gjendem në katastrofë. Kush që kemi na punëtorët e Kekut, veç ata të burgosin t'i kanë pak si na njëjtë. Ne një rrugë veç për ekzistencë faktikisht. Kush gjë më shumë. A keni më që në Gerev, a kemi për Po, si pas gjitha gjasave, veç ajo është e vetë me ashonë, për më hinë greve dhe me bëhu se kretë Kosova për neve ka dritën. Ndryshimin e pagave na kërkojmë prej ngritjes të çmimit të energjisë elektrike. Na shesëm 1 megawatt, 29,50 €. Kurse na në rjet e morëm, do me thonë, konsumatori e pagun 120 €. Kjo është gjë absurde. Me ngritjen e inflacionit na peshohem që na jemi kërkuar as me pagat tona. Për atë arsye kërkojmë vetëm pagesën e djersës tonë.